Si duket prodhimi këtë vit? Prodhimi si vjet është i dobët, po bën rreth 3 vjet që e përsërit. Edhe nga klima që ka ndryshuar, këtu po eliminohen edhe fildani i qershive. Edhe janë tharë, tash po këto zëvendësohen me ullinj tash. Se ullinji është më i rezistueshëm nga klima që është e përshtatshëm, nga ullinj çekulluar që kemi patur në sistemi. Po përpara ka qenë prodhimi maksimum, duke furnizuar kombinati që kishim në Ballësh, punishe që ishim në Ballësh. Po edhe tash që s'ku të bëjnë, s'ke ku e çon prodhimin. Edhe ka filluar këto që si kulturë, po eliminohet gradualisht, si zonë. Si zonë, po heqin qershin dhe po zëvendësojnë Po me heqin ullinj. qershin, po zëvendësojnë me ullinj, sepse qershia ka një sezon të shkurtër, po e dojë ta kosmosë, po ta shetsh, ta bësh kompostën, më thet tash, reçelera, dojnë kohë të shkurtër se kalbet, hidhet poshtë, kurse ullinji të paktën e bën vaj, ndryshojnë. Shumë i dobët se na ka marrë vap, na punë që bën vap koha, nuk gradojnë në qershia. Se që do të bëj dimër, bëj ngri, ka hall. Pra, kushet atmosferike, ngrohja globale ka ndikuar. Në gjë vap. I sajti vitesh ky që s'po prodhojnë? Vit tret. Sa vjen vitesh që po thahen, vetë thjesht thahet betë madhe, thahet. Po, juve keni mbjellë qershi? Po, kam unë 120 gramë, çdo që kam. Tëra kështu janë, ja. Tëra do bëra thjesht element për qershi, s'ka kokra. Bosh. S'ka zë. Tani keni vendosur që të hiqni qershi ti në zëvendësoni me ullinj? Po, detyrimisht, bac i vet ato. Ja, këtu mbi pat një që si më fare tuaj. Mbi të ikën tëra. Dobët shumë, nuk ka, dobët shumë, nuk ka, jo, do me dhe ka 2 vjetë më tjatër, po s'vjetë më keqë koma, nuk ka, po se realiteti dhe, po qësia doftom, atër beri juga qësinë të po lullet, e zërën të mëre, kështu qësia doftom. E dëmton ekonominë tuaj? Po ta shilë me tjene, doftom që e bëmë, ta isha bëjnë, hajë sa kemi, të kishim më mirë, s'ka ka dhe një pari, hajë sa ketë të marëm, po që me mirë nuk është, mirë me këto, si dhe merë një farë para, një farë diçka e këdhe, po jore. Ku s'do dhe më nga haqë. Më para banorët e fshatit kishin planacione me qershi. O, qershi e tërnot ma dhe kapion, tërë, zonë këtu ufë. Si vjetë është i dobët, plus klimës, ka rënë dhe insekti e gjitha ato dhe sidomos klima njërë ka qenë e ftohtë dhe qershia nuk do ftohtë kur qelë. Sidomos erë dhe shi këto si pranon dot. Dhe është i dobët. Shumë pak ka, do më thënë si avlen edhe që të bërë mbrapa tyre. Unë kam ashtë 700 rengë qeshi, bashkë vlezit, edhe vlezit po kanë akoma më shumë, kush 700, kush 800, jemi 4 vlezit. Prodhimi si është këtë ditë? Prodhimi është shumë i dobët. Vjallë në faktorikos i kapi një i ftot gjatë lullëzimit, edhe si që shikoni gjendje shumë i dobët. Ne nga vitet e tjera kemi qenë shumë mirë, kemi pas shumë mirë, mund të ndikoj dhe faktorikos që është ngrohur, nga klima, nga ngrohja globale, që do themi. I sajti vitesh ky që s'meni prodhimi? O vjen afërsi viti i tretë, që është dritë rënies, me fjalë. Gjithsesi, që do themi, s'kemi asnjë gjë dorë. Ndikon ekonominë tuaj? Po ndikon shumë, po s'kemi çfarë bëjmë neve, se këto kushte janë.